shku një grua te Rasulullah alayhi salam dhe ka thonë ja Rasulullah, na gratë po jem më shumë kohë të shtëpia. Jo lindja e fëmijëve, jo gjithdhania, jo kujdesi për fëmijë, jo obligimet e shtëpisë, shumicën e raste po jem ka shtëpia. Unë e di që kjo tash në këtë kohë nuk është in me thonë kështu. Po në nuk lohet na për këtë inin e njerëzve heq. Nga smërzit na për këta a është in, a nuk është in. Na e dim që nana ton ju kanë shumicën e rasteve të shtëpia. Edhe na po folëm për vete, për musliman, për gjendjen teme. Nana jam nuk e di që ka shku në herë në i konë deri vonë tash. Rallë në herë shkoj këtë një motre e vetë që aty që e ka pas një në sahatull kam, që aty shkoj këtë ka njerë nuk u shku të shtëpia u kanë. Kështu në kanë nana tonë gjithmonë. Një grua ka vetë Rasulin a.s. ka thënë ja Rasulullah, na po jem shumicën e kohë të shtëpia. Burrat po vijnë pe falin xhuman, po shkojnë me mësu dinin, po shkojnë po luftojnë për hir të Allahut. Kjo muslimane ka vetë në kohë të Rasulit a.s. Ka thënë, a kem na diçka shpërblim që po rrim të shtëpia, e ata shëmpuna të mëdha apo bajnë? A kem na diçka shpërblim? I ka thënë Rasuli a.s. ajo grua e cila e ruan shtëpinë e burrit vet, edhe nderën e burrit vet, e ka shpërblimin e burrit pa ju paksu asnjë tro. Shembull, burri shkon me e fal xhuman. Gruaja rrin të shtëpia, dhe e këshyre vladën e vet. Edhe ban në i punë të shtëpia, sa ka mundësi. A ka shpërblim kjo? Kjo ka shpërblim sikur burri i cili ka fal xhuman, pa ju paksu asnjë anët kurrë. E shefni çfarë dini kemo musliman. Tash nëse don me të folti, cila është in? Me dal një grua çish po dalin sot, a që kjo fe, cila është ma njerëzore? Ma e që është duv me kanë in, po e kena bo të të tërsan in. Që për thamë këtë fa fjalla asë për di që ka më të thonë që kom një që shko, po ma mërmenja që ka i bjenë kjo, me dhe me kjeto ecë me kohën e cila është ma drejtë, cila është ma njerëzore. E ti e kujtë që imi shku njerëzve për mas gjithmonë është hajra? Gjithmonë është hajrë? E dinte që numri i muslimanve ditën e gjykimit është shumë pak si mjekra e bardhë, si gjykimet bardha në mjekër zezë. Shumë pak numri i muslimanëve. Kjo do me thonë që shumica njerëzve që janë qafira. Muslimanët janë shumë pak. Shumë pak janë. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Pak për robëve të mi, thotë Allahu azza wa jalla, falenderojnë. Kështu që jo më shku njerëzve për mas është gjithmonë hajër. Jo ajo që këtë kujtojnë që çështo duhet, jo ajo është e drejta. E drejta zakonisht është dikon ku pak njerëz janë. E lutem Allahun azza wa jalla na bëj muslimanë të mirë.